Po mbaj me shpirt në dhëm, kote keni. Unë erdha, ju e dini vetë, e shof çehrën që u ka rënë, po ja bët vetës dhe ju qofshi. Në një deklarat për media, lideri i opozitës Sali Berisha vlerësoi me rëndësi të veçantë takimin e tij të fundit në Strasburg, ku sipas tij u demaskuan dhe orëzuan të gjitha mashtrimet dhe desinformimet që kryeministri Edi Rama dhe bashkëpunëtorët e tij kanë përhapur në institucione ndërkombëtare. U shkrin të gjitha mashtrimet, dezinformimet që Edi Rama me veglat e tij ka bërë në atë institucion. Berisha theksoi se takimet me figura të rëndësishme të Këshillit të Evropës shërbyen për të prezantuar situatën reale të Shqipërisë dhe për të qartësuar shqetësimet e opozitës. Ai shprehu gjithashtu mirënjohjen për mbështetjen e dhënë nga drejtues të lartë të këtij institucioni, si presidenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, zoti Rusopoulos, kryetari i grupit parlamentar të PPE, Pablo Hispan, dhe kryetari i grupit të Demokratëve Konservator, Zsolt Nemet. Gjithashtu, Sali Berisha falenderoi përfaqësuesit e delegacioneve nga Italia, Greqia, Suedia dhe anëtarë të Komitetit Anti-Tortur për bashkëbisedimet dhe vëmendjen që i kushtuan çështjeve të opozitës shqiptare. Ai nënvizoi se këto takime dhe mbështetja e marrë nga Strasburg treguan qartë se propaganda e Edi Ramës nuk gjeti më terren dhe u përball me të vërtetën. Sipas tij, ky realitet u pasqyrua dhe me anullimin e darkës zyrtare për Ramën nga Këshilli i Evropës, një veprim që nuk kishte ndodhur kurrë më parë në historinë e këtij institucioni, duke cilësuar këtë si një mesazh të fortë dhe të qartë për qeverinë shqiptare.